Situata nga zjarret në qarkun Dibër është më e qetë në këtë fillim jave. Vatrat që ishin aktive në Dibër, Klose, Mat janë izoluar, ndërsa po mbahen nën monitorim për të mos u riaktivizuar për shkak se ka ende trungje të ndezura mes tyre. E vetmja vatër aktive aktualisht është ajo në Ballin të Martaneshit, e cila ka nisur në anën e Librazhdit dhe ka hyrë në territorin e Bulqizës. Prefekti i qarkut Dibër Nexhbedin Shehu tha se në terren janë 10 forca që po punojnë që flakët të mos avancojnë më shumë. Krahasuar me javën tjetër, jemi një situatë më të qetë para fillimi i javës tjetër ku fikën zjarre të mëdha në Lurë dhe në zonën e Selishës, si kapte të dy bashkitë. Gjithsesi kemi pas zjarre aktive, zjarre që janë menaxhuar për punë 3-4 orësh, pothuajse në gjitha bashkitë. Momentalisht kemi një zjarr aktiv në zonën e Ballenjës që ka ardhur nga kufiri territoriali i bashkisë Librazhd. Është zjarr kryesisht në Shkurrë dhe Livadhe, por po monitorohet nga punësit e agjencisë të zonave të mbrojtura. Sa është fut në territor, jemi nga dëshmëri, po qëse do kemi zjarr, do e luftojmë. Zjarr aktiv kemi pas 3-4 ditë në bërshi të bashkisë Klos, që e kemi izoluar edhe për fat keq është aktivizuar 3-4 herë. Kemi dhëna që mund të kemi edhe zjarr të vënë të qëllimshme. Policia e shtetit po bën hetime, po kështu edhe në Patim kemi pas një zjarr më, por që momentalisht është në monitorim dhe është pothuajse i fikur. Prapë zona e qafës Helmesit, që ndan Selishën me zonën e Bulqizës, ka pas vatra tymi dje, që po monitorohen edhe po janë në zjarr fiksit në terren. Duke marrë shkas nga situata e krijuar nga zjarret në të gjithë territorin, Shehu ju bëri apel banorëve të mos bëhen shkak për ndezjen e zjarreve, me apo pa dashje. Dita është e gjatë, dita është e nxehtë, edhe për fat keq në çdo bashki kemi 2-3 zjarre në ditë. Edhe unë gjej rasti duke thirrje prap gjithë qytetarëve, bëjnë shumë kujdes, mos vënë zjarret qoftë të pa qëllimshme, pra për të pastru bashet apo për të pastru arët, të njoftojnë kohë për që se ka zjarre, me qëllim që me qënë se presin paktën edhe 10 ditë të nxehta, edhe vegetacioni është tharë gjithandej, dhe rreziku i zjarreve është i madh. Forcat operacionale, zjarr fikset të emergjencave, ushtërinë, mjetet i kemi gjitha nga dëshmëria dhe realisht reagimi të gjithë strukturëve ka qenë në kohë rekord. Kjo ka bërë që pra ti neutralizojmë në kohë zjarret, por nuk jemi të imunizuar nga zjarret. Edhe momentalisht që po flasim. Qarku i Dibrës është ndër qarqe që preket më shumë nga zjarret çdo vit në vendin tonë, për shkak edhe të sipërfaqes së madhe pyjore që ka.